Aeroporti Gjakovës është ndërtuar që nga viti 1945 dhe ndodhet afër fshatit Qerem në Verilindje të Gjakovës. Deri në dhjetor të vitit 1999, ku edhe u marrë në mbikëqyrje të këforit italian, ai përdori si aeroport bujqësor. Vlerësohet si aset i rëndësishëm, vlera të cilit është rreth 9 milion euro. Mirëmbajtësit spjegojnë kapacitetet që ka ky aeroport, gjë e cila dëshmon se është i gatshëm për funksionim të rregullt të tij. Makinat e trafikës, makinën njëmës shpejt, makinën për transport në udhëtarëve, ku prisit për pastrimin e borës. Problem pa që se veç koha e bën amërzimin e tyre, mirë po në kujdes me ato mos tona që sa të bëjnë konservimin e tyre që të jenë funksion kur duhen. Kjo është pista e cila shënon gjatësinë prej 1800 metra. Është e përshtatshme për çdo lloj atërimi. Mbas parametrave të divizionit çfarë ka pista dhe kushtet dhe pjesët teknike që ne disponojmë, kjo raport ilustron kushtet për të funksionalizohet dhe shpresojmë që sa më shpejt kjo të jenë prodhim, se shërben për botën e udhëtarëve, për transportin e mallave. Ky aeroport, i cili menaxhohej nga këfori italian, ju dorëzua qeverisë së Kosovës në dhjetor të vitit 2013. Ndërkaq kjo qeveri në mars të vitit 2014 e shndroi atë në ndërmarrje publike, por që nga e kohë nuk është në funksion. Sipas kryeshefes ekzekutive të kësaj ndërmarrje, Vlora Gojani, deri tash asnjëherë qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur kërkesës për të ndarë buxhet dedikuar kësaj ndërmarrje. Për funksionalizim të aeroportit, si aeroport civil kërkon disa intervenime në pistë, zgjerim, zgjatje të pistës, në zhvendosje të rrjetit qarkut elektrik, e disa pjesë tjera të vogla, mirë po prapë kërkon investime, po jo sikur ta krijon ose ta ndërton një aeroport komplet të ri. Për arsye se veç ka asete, ka infrastrukturë. Çka është desh me dorëzuar në qeveri planifikimet e punës për vitin 2017, po ashtu për një farë forme edhe plan biznesi, që më tepër është plan operativ, për periudhën 3 vjeçare 2017-2019, duke përfshirë edhe buxhet propozimin, është dorëzuar në qeverinë suazat afateve kohore të kërkuara sipas ligjit. Mirë, por nuk kemi ndonjë përgjigje prej qeverisë, që është vetë aksionari. Për vitin 2017 kemi kërkuar një buxhet simbolik vetëm për mirëmbajtje të aeroportit dhe për disa aktivitete të domosdoshme për me funksionuar aeroporti, në të cilin buxhet kemi përfshirë edhe një vlerë të konsiderueshme për një studim të fizibilitetit për aeroport, për arsye se me deshtmi për më funksionalizuar ky aeroport fillimisht kërkohet një studim fizibiliteti. Në anën tjetër ekziston edhe një mundësi e dytë. Ajo është të shërbejë si aeroport ndihmës i aeroportit të Prishtinës. Sipas kryeshefes ekzekutive, konsorciumi Limak është shprehur i gatshëm për bashkëpunim. Statuti e përcakton përcakton fushë veprimtari të aeroportit, që mundet me qenë apo mu funksionalizu si aeroport civil, aeroport për transport cargo, për shkollë të aviacionit, për aeroport ushtarak, aeroport ndihmës emergjent. Kem pas kontakt edhe me drejtorin ekzekutiv të aeroportit Prishtinës, zotin Haldu, me cilin kem kontaktu, kem bisedu për mundësinë e funksionalizimit të aeroportit Gjakovës apo bashkangjitjes aeroportit Gjakovës si aeroport ndihmës i aeroportit Prishtinës. Përgjigjja e tij nuk ka qenë as po as jo, është ardhur dhe ka vizitu, edhe ka dhënë një propozim, tha më së miri është me kontaktu me qeverinë, që është aksionari i aeroportit Gjakovës, me kërku na prej qeverisë për me organizuar një takim në Tryezë Trumbullakët me vetë aksionarin, që është qeveria. Kem menduar që gjatë takimit t'ju paraqesim kërkesën e propozimin e zotit Hallum, po nuk e marr përgjigje. Gojani u shpreh se ata kanë përgatitur kërkesën për buxhet drejtuar qeverisë së Kosovës edhe për si vjet. Ajo shpreson se kësaj here ata do të ndajnë mjete financiare nga buxheti i Kosovës për këtë ndërmarrje, pasi që edhe vetë qeveria është aksionare e saj.